Fillimi i vitit 2026 do të gjejë të përfunduar edhe fazën e 4 të punimeve në rrugën Bardhaj-Çafrenc. Investimi i Këshillit të Qarkut Shkodër në bashkëpunim me Bashkinë. Kryetari i Qarkut Edmond Ndou inspektoi nga afër punën që po kryhet në terren nga firma fituese e këtij projekti, të rëndësishëm për dy njësi administrative. Një rrugë e parashikuar të mbyllet në 5 faza. Kjo fazë është e parashikuar të mbyllë dikun 520 metër, ku ju shërben qindra familjeve në fshatin Bardhaj dhe në fshatin Renc. Janë rreth 5 km rrugë, të cilat janë parashikuar të mbyllen nga Këshilli i Qarkut Shkodër. Këto janë përfituese të drejt për drejta dy njësi administrative, njësi administrative Rrathina dhe njësi administrative e Gurit Zi. Është kryer gërmimi dhe skarifikimi i trupit të rrugës ekzistuese dhe po punohet me gërmimin e kanaleve anësore në mënyrë që drenazhet dhe ujërat e rrugës të sistemohen dhe mos të krijojnë dëmtim për shtresat asfaltike. Rruga parashikon shtresat e çakullit 20 cm stabilizant në 15 cm dhe shtresat asfaltike dhe rrit ndjeshëm sigurinë dhe aksesin për gjithë banorët e zonës. Për komunitetin e zonës, ky është një investim i shumë pritur që lehtëson lëvizjen e tyre dhe pritet të ndikojë edhe në zhvillimin e turizmit, pasi zona ka potenciale të mëdha. Po bëjmë asfaltimin e rrugës rreth 520 metra dhe mbyllim këtë segment në njësinë Rrathina. Ky investim i shërben këtij komuniteti që për nevojat e komunitetit për shkuar fëmijë në shkollë, në punë dhe i shkurton një pjesë të kësaj rruge të mirë. Vetë banorët falenderojnë Këshillin e Qarkut Shkodër për këtë investim që i nxjerr nga izolimi. Kur rruga i ke të mirat, ke punësimin, ke shkollimin, ke shëndetësinë, ke të namor. Po s'po të rrugë, dihet se i bllokum. Investimi deri tani ka përmbyllur mbi 3.5 km rrugë, nga 5 që ka në total për të lidhur përfundimisht dy njësitë administrative, ato të Rrethinave me Gurin e Zi, që u vjen në ndihmë qindra banorëve. Kjo ka qenë një kërkesë e kahershme e banorëve të këtyre fshatrave, që Këshilli i Qarkut Shkodër i dha dritë jeshile të investimit.